E dashura jon Kaltrina. Sonte je këtu për me këndu një këngë që nuk vjen veç nga zëri yt, por nga një trashëgimi e shenjtë. Kjo këngë u publikua në ditëlindjen e mamit dhe kjo këngë është dhurata më e bukur që mund t'i bëj një dhuratë që shkon drejt në qiell. Kaltrin, ti je fëmia i vetëm që e ke gëzu bekimin me e trashëgu zërin e bukur të mamit. Çdo herë që këndon, duket sikur ajo po flet përmes teje. Zëri yt është kujtimi më i gjallë i saj, është prania e saj mes nesh. Ne e dim sa dhimbje e mallë ke mbajt në ishte, e sa forcë ke pas për me kthy në këngë. Kjo këngë nuk është veç dedikim, është përqafim, lutje, është të dua, që nuk u tha kur mjaft. Jemi pafund krenar për ty, për shpirtin tënd të butë e zemrën e fortë. Këndo lirë shumë motra jonë, sepse nana po të dëgjon. Po buzëqesh e po feston me ne. Motrat dhe vëllezrit e tu, jemi gjithmonë me ty, me dashni të pafund. Krenare për arritjet e tua, ne këtu e mami në parajs. Qëllimi i kësaj është me t'jap forcë ty, e me vazhdu, mos më ndalë kur për këtij rrugtimi që ke fillu kaq mirë, edhe me vërtet me një domethënie që e kalon një shenjë të mirë në jetën tonë. Ndoshta njëna prej arsyeve është kjo që më ka bu që mos më nol kur. Edhe besoj që çdo arritje dhe çdo sen që ku me bu dedikim për mamin, çdo sen ka mu dediku për to. Jo me fat që e kom pas një nënë të mrekullueshme, një gru shumë të fortë, e cila ka sakrifiku shumë, ka punu, që neve mos me na mungu kur gjo. Edhe ndoshta kjo është mbështetja më e madhe që më shtyn për me arrit çdo sen e me bu çdo sen për to. Se ne kemi edhe këtë pjesën që ndoshta njerëzit më të dashur dhe njerëzit më të mirë largohen nga jeta, na duket edhe pak mënyrë në diçka që nuk është fair për me ndodhë. Për këtë pjesë nuk di asë nga me thonë dyshysh, nuk më nash as me pranu. Unë zakonisht, kur t'jam shpejt, ndjej mungesën e momit shumë, se kur t'jam jashtë, gjithë mendoj që është dikon në larg, edhe veç, e di që mendoj që një ditë kam u kthy. Po është një mungesë shumë e madhe, sidomos humbja prindit. Përmendë që kur je jashtë, ndoshta edhe të largohet pak mendja, kështu. Mendon që ki është dikon? Gjithë mendoj që është dikon shumë larg, edhe mendoj që një ditë kam u kthy, edhe kena me vazhdu që aty ku e kena lënë. Por në momentin kur jam shpejt, gjithçka ndron, domethënë ndron atmosfera, ndron gjithçka. Cili ka ai vargu që ndoshta ty t'japë më shumë të forcë, edhe që të preku më shumë të. Pjesa e fundit kur tha që mami është shumë krenare me ty, edhe vazhdo kështu Kaltrina jonë. Ajo me të vërtet do të kishte qenë shumë krenare me ty edhe gjithmonë ka qenë, edhe ajo është arsyeja pse jo jeni si familje, kaq fëmijë sukses shumë të edukum kaq të mirë. Besoj shumë se ajo ka qenë forca jonë që na jena sot ku jena. Jemi fëmijë të shkollum, jemi të suksesshëm, edhe normal që pinjekëm ëndrat tona për me bua ato krenare që ajo ka dashur që na me pas sot. Edhe shpresoj që atje në qiell është shumë krenare me neve dhe të kesh. Cila është një këshill që ende e ki ndoshta në mend që të kujtohet, pra her pas here diçka që të ka thonë kështu konstant? Puna shumë, mëso shumë që me arrit ti ato që ka dënë, edhe mos u nal kur, pa më parasysh sfidave. Ndoshta sot kemi ra, po nesër kemi mund të prapë edhe një herë më e fortë se dje. Pra ajo ka tregu
me të vërtet realitetin e jetës, sepse ne kemi edhe një realitet të hidhur pikërisht këtë rast, sepse me të vërtet ndoshta ajo letër duhet lexoj dhe të shkruaj nga ajo dhe ta shpreh, por planet tjera e shumë pra, edhe është diçka që me të vërtet është vështirë me pranu. Shumë është vështirë me pranu humbjen e prindit. Po dikush që nuk e ka përjetu nuk mundet me ndjej ndoshta atë mënyrën se si është. e vërtet është kjo, se pa e provu vetë, pa e ndje vetë se që ndje është, kërkosh nuk mund me ndi se që jetë shpirtërisht, ose që ndje është emocionalisht. Po gjithëherë veç të lutë për ta që nashta botën tjetër këna mu taku, edhe këna me jetu nashta një jetë më të mirë se këto që kemi jetu këto. Ajo me të vërtet është me juve çdo herë dhe gjejmë kështu ngushëllim prej këtyre fjalëve dhe prej mbështetjes të familjes, sidomos se përmendet edhe rëndësinë e motrave dhe vëllezërve. Po, fatkeqësisht unë kam edhe një vëlla jashtë. Ai nashta s'ka qenë fizikisht këtu me mu, po dashnia dhe fjalët e tij s'më kanë mungu kurrë. Po ashtu edhe Karabi që është binaku jem, më kanë ajta afër gjithë, po dhe motrat që vazhdimisht më përkrahin, në çdo sen që e marr unë me bu, gjithëherë i kam përkraje, pa marrë parasysh çka unë po du me bu. Që do të ishte një mesazh që e kishte dhënë ti familjes tonë? Faleminderit shumë që ju kam, jem shumë krenare për juve, edhe ju du shumë. Se nuk po di, s'ka fjalë me përshkruaj që e kam dashnin për ta. A do të vojmë ndoshta edhe ndonjë dedikim për mbështetjen e tyre? Me shumë zemër, kam e bo shumë projekte të reja, e njëna për të me që nashta kam e kone dedikim për ta, mi falenderu shumë për mbështetjen që mu ma japin gjithë të rrugtimit tam. Po besoj që kërë rrugtim ka më zgjatë shumë, edhe kemi pas gjithmonë mbështetjen e tyre edhe kam qenë afër teje në shumë faza të jetës, sepse ti je e 18 vjeçe. Pra jetën e ke përpara, ke shumë hapa për të kaluar, pra edhe me të vërtet do t'i falenderoja edhe unë këtu nga studioja gjithë familjen tonë që e kanë bu të mundur edhe shkrimin e letrës, edhe rrugtimin tonë që kanë me suportu gjithmonë. Unë e di që kanë më përkro gjithë, edhe rrugtimi jam s'ka më ndaj këtu, po ku me vazhdu, ku më mirë hala dhe ma shumë, me pru sa ma shumë projekte të reja,